Agropost dhe Agroturizëm 2025 është panajiri që e bën bujqësin faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Sot kemi kënaqësinë të hapim një ngjarje fort të rëndësishme për sektorin bujqësor dhe për zhvillimin rural në Kosovë, panajirin Agropost dhe Agroturizëm 2025. Në këtë ngjarje të përveçme përfaqësohen prodhues të kulturave bujqësore, përpunues të frutave dhe të produkteve blegdërale, kompani të makinerive bujqësore, pijeve artizanale, ambalazhimit dhe standardizimit, si dhe agroturizmi, një sektor i cili po kthehet në një pasuri të re për vendin tonë. Vërtet jam ndëruar të jem në hapjen e këtij edicioni 25 të këtij panajiri Agropost dhe Agroturizëm. Ky panajir pritet që të ketë bashkuar 100 biznese ekspozuese nga Kosova dhe rajoni që synojnë rritje përmes bashkëpunimit, prezantimit produkteve me vlerë dhe risive teknologjike nga zhvillimit më të fundit në industrinë e përpunimit të ushqimit, prodhimit të pijeve, si dhe në sektorin më të gjerë të industrisë së mikpritjes, pra akomodimin dhe shërbimet e gastronomisë. Vizitorë kryesisht jemi duke u prezantuar produktet tona, të cilat veç se kanë marrë titullin lider në tregun vendor, gjithashtu jemi duke punuar shumë edhe për tregjet rajonale në mënyrë që jemi të pranishëm edhe në eksportin e këtyre produkteve. So we had a plan 2-3 years ago to visit this exhibition, but this moment we recognize as a good moment to visit this exhibition, because we recognize Kosovo market and Albanian market as a market with a big potential. Nuk është hera parë që marrim pjesë në panajir, është disa herë që marrim pjesë në panajire të ndryshme. Arsyeja është që t'ju tregojmë edhe klientët tonë nga afër për produktet tona të reja që kemi lancu këtë vit. Kemi ardhur në Kosovë, sepse pas 25 vitesh suksesi në Shqipëri, duam që të krijojmë partneritete të reja dhe mbretin tonë shqiptar ta kemi prezente edhe këtu. Na kemi vendosur të rritemi së bashku me gjithë bizneset, duke parë parasysh që Agrokusi është një mundësi e ardhë për zhvillimin e bizneseve, sidomos të reja, sikur ne në treg, e kemi pasur si mundësi për me dëportu përmes Agrokusit me të rishna investitor për të ardhur dhe bashkëpunim jashtë vendit. Ma shumë kemi ardhur, do të thonë që fermerët apo klientë ndryshëm mu njoft me punën që e bojnë ana, me produktet tona, edhe me shërbimet që mund me ofru. Besoj që është një mundësi e mirë për gjitha kompanitë në këtë sektor, pasi që është i vetmi panajir i mirëfillt i bujqësisë, domethënë, në Kosovë. Ky panajir është një mundësi tepër e mirë për neve si biznes, që mi prezantu produktet tona, po njëkohësisht edhe me pas kontakte edhe me biznese tjera që janë këtu. Panajiri Agropost na mundson bashkëpunim, na mundson prezantim sigurisht, na mundson lidhje të ndryshme me distributor apo partnera të ndryshëm. Në këtë panajir presim që të formojmë lidhje të tjera biznesore, jo vetëm me vizitorët, por edhe me kompanitë që janë prezente këtu, vendore dhe nga shtetet të ndryshme.